është shumë i rekomanduar, ka efekte pozitive, shumë prindër unë i dëgjoj që edhe ata janë të informuar që një pjesë, vetëm që nganjëherë gjej që nuk e din që ka boronica të zeza dhe të kuqe. Ajo që parandalon infeksionet urinare është boronica e kuqe, edhe zeza shumë e mirë, ajo bën mirë për imunitetin, por specifikisht për infeksionet urinare është boronica e kuqe. Megjithatë, në diskutimet që kemi me prindrit, po në rast se do marrim boronicë origjinale, patjetër që do ishte më mirë, sepse është bio dhe cilësia mund të jetë më e lartë. Por fëmijët janë nazeli her pas here, nuk e pëlqejnë atë dhe pastaj detyrohemi që të shkojmë te produktet farmaceutike që natyrisht përsëri me emrin Cranberry, Mirtilo apo Domanoza janë përbërës të tyre që gjenden në farmaci në formën edhe të shirupave, edhe të tabletave, edhe të këtyre të përtypshme që pastaj mund t'i marrin fëmijët gjithmonë mbas moshës 1 vjeç. Deri në moshën 1 vjeç kemi kujdes, sidomos për dietën dhe për gjërat, edhe pse këto janë bimore, ne jemi të rezervuar, por pas moshës 1 vjeç mund të përdoret dhe unë i kam në përdorim të përditshëm gjithmonë si alternativa më e mirë për mos vajtë antibiotiku dhe për të shëruar fëmijët në mënyrë sa më natyrale.